Plot 76 ditë kanë kaluar prej kur kryetari përparim Rama u betua edhe për një mandat tjetër në krye të Prishtinës. Mirë po, as pas 2 muajve e gjysmë, Rama nuk i ka zyrtarizuar drejtorët e as koalicionin qeverisës. ATV-ja vazhdimisht është interesuar për të marrë një qëndrim nga partia fituese në kryeqytet për këto 2 çështje, por një përgjigje ka qenë e pamundur. Megjithatë, burimet i thanë televizionit se bisedime ka me Partinë Demokratike të Kosovës e deri në finalizimin e një marrëveshjeje mund të mos e marrohen edhe drejtorët. Mosemrimi i drejtorëve për asambleistin e vetëvendosjes Fejm Osmani, parti kjo që ka refuzuar ftesën publike që të bëhet pjesë e koalicionit, siç thot Rama gjithëpërfshirës, po neglizhohet qëllimisht. Përparim Rama dhe Orhan Ismaili si 2 personat me përgjegjësinë më të madhe, por pa përjashtuar edhe kandidatët e subjekteve tjera, nuk po cilësojnë situatën si të ngosshme dhe qëllimshëm, po e zvarritin marrëveshjen për të përfituar sa më shumë pushtet për vetë dhe subjektet e tyre. Edhe njohësi i çështjeve lokale, mentor Buzhala, thot se mos ndarja e punëve në kohë ndikon në vendime si dhe në projekte. Rreziku kryesor është paralizimi i heshtur institucional. Vendimet strategjike shtyhen nëse ka tilla komuna, e dim që i ka disa, projektet kapitale vonohen dhe administrata hyn në një farë gjendje të pritjes. Në terren kjo përkthehet me një farë dinamike të heshtur procedurale, sepse zvarritën të gjitha proceset. Megjithatë, her pas here, kryetari përparim Rama njofton qytetarët nëpërmjet Facebookut për vendime ose projekte të cilat ai thot se ka nisur ose po i vazhdon për kryeqytetin.